Sot flasim me një baba që mban 3 botë brenda në zemër. 3 histori që rriten bukur paralelisht dhe një njeri që përpiqet çdo ditë të jetë i mjaftueshëm për secilin prej tyre. Nuk është matematik, është ndarje force, ndarje kohe dhe shumë fishim dashurish. Mirë se erdhe, Erblin. Mirë se Gjemila, është kënaqësi të jem prapë këtu. Cili nga fëmijët mendon ti që të ngjan më shumë emocionalisht? Si fillim mirë, më grishe shumë kjo pjesa e matematikës. Shqyr që nuk është matematikë. Shqyr. Sepse unë dhe i me shoqë jemi 2, fëmijët janë 3, me numër na mundin. Kështu që nëse neve nuk po themi kemi një sistem që ta qasim rritjen ta menaxhojmë rritjen e tyre të përditshme, në matematikë jemi të humbur, e fillojmë nga ky hap. Okej. Tani për këtë pyetje që bëre. Unë mendoj, ose çka kam vënë re deri tani, më ngjan shumë Endi, që është fëmia i madh, është graduate, e ka mbaruar Shalomin. Mendoj që është fëmia që më ngjan më shumë. Më shumë emocionalisht, në mënyrë sjellje, ka filluar të më ngjaj edhe fizikisht pak. Për këtë, ta kam thonë, nuk jemi shumë të lumtur. Okej. Çfarë kanë mësu binjakët? Diçka të re që nuk ta kishte mësuar Endi përpara. Binjakët më kanë mësuar që Endi do ta kisha bërë pak më të pavarur. Domethënë, Endi ka përfituar, po dhe është dënuar mendojmë pak nga vëmendja e tepërt. Shqyr Zotit është fëmia parë, e kemi llastuar pak më tepër mendoj unë. Do thonë ajo pjesa e të bërit më të pavarur e ka vojtur pak dhe me binjakët jemi përpjekur që në fillim bashkë me shoqet t'i japim çik më tepër pavarësi. T'i lënë ca gjëra që nuk i bëjmë vetë, sepse siç ta thash para, matematika na detyron të kemi këto gjëra. Kurse me Endin matematikën e kishim favor, ishim 2 me 1. Erblin, a ke qenë ndonjëherë nga lodhja edhe nga dashuria bashkë? Tani është diçka që nuk desha ta pranoj në fakt, por më ka ndodhur jo nga lodhja, po nga dashuria, hera parë që e jona është smur. Dhe t'ju dhe Gjeni ime shoqe më pa, e dalloj dhe ma përmendi mrapët dhe thashë është vërtet, po në fakt është e vërtet. Unë mbusha plot dhe gati lotoma se nuk e mendoja që e mund të bëj dhe nuk e kishim kuptuar, sepse ajo nuk e tregonte fort. Kur mund të barometrin, më erdhi shumë keq, duk një që brish që mund të smuret dhe kjo. Për gocën. Për gocën, po, për gocën shumë që mund të smuret dhe ajo. Babi që ka dhe çuna dhe gocën. Dhe nuk e tregonte. Domethënë tipit, nëse fëmijët ndoshta s'qullen pak çunat, s'qullen pak më shumë e tregojnë ose ankohen, është vitale, ishte. Dhe thash më erdhi shumë keq, është smuret dhe kjo është më të mendje kurrë. Edhe ai ka qenë momenti thashë nuk desha ta pranoj, por më ndodhi kështu të tillë. A ndjesh ndonjëherë i ndar mes karrierës edhe atsisë? Po, patjetër. Patjetër, po më duket se është një ndarje që vetes e kam bërë shumë qartë. Domethënë midis karrierës dhe atsisë, unë zgjedh 1 milion herë atësinë. Domethënë dhe unë kam shumë qartë të gjë, fatmirësisht punoj me njerëz që këtë gjë kanë kuptuar. Çfarë ke trashëguar diçka ti e krenar për këto dhe që ti nga babi, që ti do doje patjetër që të 3 fëmijët ta kishin këtë gjë. Pavarësisht se secili fëmijë ka individualitetin e tij, por diçka që ti e ke të rëndësishme që të 3 ta trashëgojnë këtë gjë. Unë mendoj që kam trashëguar jo vetëm nga babi, po duhet ta kem dhe çik më të vjetër nga gjyshi, duhet të jetë nisë ose kam rritur ta takoj, po më sa dëgjoj. Ndershmërinë, të qenit gjithmonë i drejtë, edhe të qenit gjithmonë aty për familjen. Domethënë ti je i fokusuar tek familja, tek fëmijët. Po edhe në mos jo prezent, po ti je i përkushtuar ndaj asaj. Sepse ndoshta po them neve kemi tash ndonë se i madh për karakterin e punës që ka pasur, mund dhe mos këtë qenë aq shumë prezent vitet e para, unë kam memorie të fortë, por e di që çdo përkushtim ishte për shtëpinë. Domethënë dhe kishte një marrëdhënie të mërësisht shumë të mirë prindërit. Këtë harmoninë familjare kam
E ke trafikuar. Shumë të shenjtë, do të thënë nuk lej gjë të më prek. Qetësinë, harmoninë familjare duhet ta kemi. Edhe shumë e dukshme edhe ke ju të dy. Që të doja ti që Gridi, Jona dhe Indi të thoshin për ty bas 20 vite? Dua thjesht, nëse do të arrijë, kjo është ndoshta arritja më e madhe që mund të kem, nëse do të them faleminderit. Nëse faleminderit për mua është. Sa e bukur. Jam shumë i realizuar, nëse ato arrin. Po jo 20, po vetë 40. Nëse do t'i shohim, nëse t'i gjej këtë, për mua unë jam i përmbushur në jetën time. Çfarë mendon kur shef duke fjetë? Shumë merak. Kur fjetë, kur flen? Shumë merak. Domethënë gjithmonë është ajo pyetje të ardhmes, domethënë shumë pikë pyetje, shumë përgjigjesia që i mendoj gjithmonë. A do jem ta si realizojmë vetë, a do jem unë që i mësoj që këta duhet t'i kalojnë vetë o pengesa. Domethënë shumë pikë pyetje, shumë merak. Ku diun është. Kjo është frika jote. Edhe të shfaqet kur shef duke flet. Edhe jo gjatë kohës që jeni aktiv të katër. Ma tha dikush, ai miku përbashkët, i përmendën një muhabet ma tha para ta kohësh, tha që kur vetë njeriu frikën tha mund të realizosh shumë gjëra. Dhe thash, jo, ti ke drejtë, unë kam shumë frikë. Po unë i kam të identifikuar. Dhe nuk e di nëse arrit dot t'i vras, se është edhe nëse është një hap që hedh dot. Po unë i kam identifikuar frikën ime. Dëshira për t'i bërë ata njerëz të mirë. Është puna më e vështirë që ekziston. Jeni të dy të mrekullueshëm, dhe ti dhe Gjeni, kështu që s'kan ku shkojnë dhe ata. Sepse nuk i mëson dot me teori, me këshilla. Urojmë, përpiqemi, punojmë për këtë gjë. Ato do bëhen ato që janë, që shikojnë çdo ditë ke juve. Ky është modeli më i mirë. Nëse do të shkruaje një letër secilit nga fëmijët, kush do ishte fjala që ti do e përsërisje në të treja letrat njësoj? Morali, drejtësia, sensi drejtësisë. Është diçka që ndoshta nuk ka shumë duk, mund të të dënojë në afat shkurtër. Pra, të qenit i moralshëm, i drejtë, me këtë me gjithë. Mund të duket sikur është një investim i kohët, sidomos në shoqëri shqiptare, e cila nuk e vlerëson shumë, por mendoj që në atë rrugtimin e gjatë të qet gjithmonë të qafa ku ti do dalësh, të qet gjithmonë për të parë, mendoj unë. Me kaq njohuri sa kam unë nga jeta, ndoshta mund të mos jetë shumë, por të që kam unë këtë gjykoj. O Erblin, po t'ishte një këngë jeta jote, tani, qa këngë do zgjidhje ti? Kjo është pyetje shumë e vështirë. Di pse se nuk e kam menduar kurrë. Kështu që do më duhet kohë ta mendoj. Se di jo. Natyrshëm shkon ke këto këngët thash tradicionale që na përfaqësojnë, por e kam. Për shembull Dritës tate Xhevahir. Patjetër, thash, por më duket pak e vështirë të zgjedh një. Në përgjithësi, këngët tiranëse kanë një model dashurie, do të thonë ti i këndojnë shumë dashurisë, i këndojnë familjes, po e kam vështirë të kap një gjë që e prek. Nuk e të thonë kishte kështu. Do fillosh ta menosh. Do filloj ta menoj, por është e sigurt që nuk kam përgjigje. S'ka problem. Ne kemi Dritës tate Xhevahir që i këndojmë dikujt që ti e the që është, po them, kupola e harmonisë edhe mbështetja edhe çdo gjë tjetër, tamam dritë për ty, për fëmijët, edhe që ne e pusim fort. Okej. Erblin, të falenderoj pafund për kohën dhe çdo fjalë që ma the nga shpirti. Është kënaqësi.